Komisioni i Ekonomisë zhvilloi këtë të martë një seancë dëgjimore me grupet e interesit, të cilët paraqiten shqetësimet dhe propozimet për paketën e re fiskale. Shoqata e blegtorëve të qumshtit kërkoi që kompensimi i TVSH-s 10% të mos bëhet nëpërmjet autofaturave të lëshuara nga përpunuesi, por me faturim direkt nga fermeri. Shitja e qumshit në Shqipëri ndodh le të themi 50-60%, po të duam edhe 70% pa faturë. Sepse është e vërtet që subjektet, baxhot e vogla dhe çfarë ka rreth e rrotull Shqipërisë, sot që flasim punojnë deri në kufirin 10 milion lek për mos kaluar në pagesë TVSH-je apo pagesë tatim fitimi. Po këta janë arsye pse blegtorit shqiptar i merret qumshi sot me 45 ose me 50 lek pas një lloj takse. Nga ana tjetër, Sindikata e Fermerëve vlerësoi projekt ligjin për kompensimin dhe tatimit mbi vlerën e shtuar me 10% normë fikse, por listoi mangësi që krijojnë pabarazi. Ndër problemet e ngritura ishte edhe zvarritja e zbatimit për skemën e kompensimit të naftës pa akcizë dhe subvencioneve. Ky projekt ligj përjashton nga kompensimi të gjithë ata fermerë që shesin produktet e tyre te subjektet tatimore që nuk janë subjektet të tatimit mbi vlerën e shtuar. Po të vini re, pagesa e skemës naftës gjithmonë është bë post factum. Ne mendojmë që fermeri ka nevojë për naftën kur ai kryen punimet. Me të njëjtën kërkesë ndër vite, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë paraqiti përpara komisionit propozimin për uljen e TVSH-s për industrinë prodhuese agro-ushqimore. Pra ne kemi kërkuar që TVSH-ja për produktet e shportës pra të jetë jo më shumë se 5 deri në 7%. Kemi kërkuar edhe lidhur me tarifat doganore, përjashtimin e tarifes doganore për të gjitha lëndët e para që shërbejnë në industrinë prodhuese. Pjesë e paketës fiskale e vitit 2026 është edhe kufizimi i pagesave kesh për qytetarët, si dhe ulja e tavanit për sipërmarrjen. Bizneset nuk do të bëjnë transaksione me vlerë më të lartë se 100.000 lekë në kesh me një biznes tjetër. Për herë të parë kufizohen edhe qytetarët që do mund të kryejnë pagesa deri në 500.000 me para në dorë. Shoqata e bankave kundërshtoi kufirin në 500.000 lekë për pagesat e qytetarëve, duke konsideruar si shumë më të lartë krahasuar me vendet e rajonit.